tradhtia që vinte nga përtej gardhi. Në një lagje të qetë periferike, ku rrallë ndodhnin gjëra interesante, jetonin Arta dhe Erioni, një çift që të gjithë i shihnin si shembull. Ata kishin një martesë gati 10 vjeçare, një vajzë 7 vjeçare të quajtur Bora dhe një jetë të ndërtuar mbi sakrificë, përkushtim e mbi të gjitha besim. Arta ishte mësuese e gjuhës shqipe në shkollën lokale. Çdo mëngjes ngrihej në orën 6, përgatiste mëngjes për familjen, zgjonte Borën për në shkollë dhe e niste ditën me një buzëqeshje të ngjitur në fytyrë pavarësisht lodhjes. Erioni, nga ana tjetër, kishte një servis makinash që e kishte ndërtuar me shumë mund. Ditët e tij ishin të gjata, plot vaj motori, zhurma çelësash dhe klientë që ankesoheshin për frenat. Por Arta nuk ankohej kurrë. E kuptonte që burri i saj lodhej për familjen. E admironte përdurimin dhe përkushtimin. Një ditë pranvere, shtëpia ngjitur, e cila kishte qëndruar bosh për muaj të tërë, u zë nga një grua në të 30-tat. Linda, e bukur me flokë të gjatë gështenjë, trup të hollë dhe gjithmonë e kuruar. Jetonte vetëm. Ishte ndar nga burri dhe nuk kishte fëmijë. Në fillim, Arta ishte thjesht e sjellshme. I çoi një ëmbëlsirë si mirëseardhje dhe i ofroi ndihmë në rast se kishte nevojë për ndonjë gjë. Linda e pranoi me një buzëqeshje, por me një shikim që në atë moment Arta nuk e deshifroi dot. Një shikim që më vonë do të merrte kuptim. Ditët kalonin dhe Arta nisi të vërente diçka. Linda dhe Erioni flisnin gjithnjë më shpesh. Fillimisht për rastësi. Një përshëndetje në rrugë. Një bisedë e shkurtër mbi ndonjë problem me makinën e saj. Por më pas rastësitë nisën të bëheshin të shpeshta. Një ditë të shtunë, ndërsa po lante rrobat në obor, Arta pa nga dritarja e kuzhinës që Linda dhe Erioni po qeshnin në kopshtinë e Lindës. Ajo i kishte quar një pije freskuese dhe qëndronin ulur në karriget e saj të bardha plastike. Nuk ishte asgjë alarmante, por diçka në barkun e Artës nisi të lëvizte, ajo ndjesia e parehatshme që të thotë, diçka nuk shkon. Muajt që pasuan ishin të mbushur me shenja. Erioni nisi të vinte gjithnjë më vonë në shtëpi. Telefoni i tij ishte gjithmonë në heshtje, gjithmonë me ekranin poshtë. Flinte më herët, por shpesh e kapte duke shkruar mesazhe në një organ. Po flas me klientët, i tha një natë kur Arta e pyeti. Ka klientë që shkruajnë në 11 të natës? E pyeti ajo me një buzëqeshje të hidhur. Ka nga ata që kanë emergjenca, u përgjigj shkurt dhe u kthye nga ana tjetër. Ajo nuk foli më. Nuk donte të bëhej grua xheloze e paranojake. Por frika e brendshme filloi ta gërryente ngadalë. E vërteta që ajo nuk donte ta pranonte, po i afrohej çdo ditë më shumë. Një pasdite, Arta e harroi Çelsin në shtëpi pasi kishte marrë Borën nga shkolla. Erioni nuk përgjigjej në telefon dhe vajza donte të hynte në shtëpi. Arta vendosi të futej nga kopshti i pasmë përmes portës që ndante shtëpit me Lindën. Ndërsa u afrua, dëgjoi zëra që njihte shumë mirë. Ishte zëri i Erionit dhe i Lindës. Afrohet me kujdes pa bërë zhurmë. Dritarja e kuzhinës së Lindës ishte pak e hapur. Nga ajo mund të dëgjohej gjithçka. Në fillim ishin të qeshura, pastaj erdhi një puthje. Pastaj një fjali që i ngriti gjakun në kokë. Po sikur Arta të na zër ndonjëherë? Pyeti Linda me zë të ulët. Është e verbër. Ajo nuk dyshon për asgjë, i tha Erioni duke e përqafuar. Zemra e Artës u thye në një mi copa. Ajo nuk bërtiti, nuk trokiti. U largua pa zhurmë me fytyrë të ngrirë, me lot që s'nuk ishin lot, por copa akulli që i zbrisnin në faqe. Kapitulli 4. Rrëzimi dhe ngritja. Të nesërmen Arta nuk shkoi në punë. Dërgoi Borën tek prindërit dhe nisi të mbledhte gjërat e saj. Nuk donte më përgjigje, nuk donte më sqarime. Kishte parë mjaftueshëm.
Kur Erioni u kthye në mbrëmje e gjeti shtëpinë bosh. Vetëm një letër mbi tavolinë. Erion, besimi është si xhami. Kur qahet mund të përpiqesh ta ngjitësh, por gjithmonë do mbetet një çarje. Unë nuk jam grua që jeton me çarje. Jetën tënde e zgjodhe për te i gardhit. Mos kthe kokën më mbrapa. Arta. Kaluan disa muaj. Arta u transferua në një qytet tjetër bashkë me vajzën. Filloi një jetë të re. Jo të lehtë, por të ndershme. Ajo nuk ishte më gruaja që sakrifikonte gjithçka për dikë që nuk e vlerësonte. Ishte bërë më e fortë, më e vetëdijshme, më e qetë. Ndërsa Erioni, ai qëndroi me lindën për një kohë të shkurtër. Por kur emocionet e fshehta u shndërruan në rutinë, ai kuptoi se kishte humbur gruan që e donte më shumë në botë. Por tashmë ishte vonë. Shumë vonë.